Përshëndetje miq të Radio Singjallja, mirë se erdhët në emisionin Intervista e ditës. Si çdo javë jam në studio me zotin Miron Çako. Miron, të falenderoj që pranon ftesën gjithmonë dhe i pranishëm për temat që neve diskutojmë. Do flasim sot për mbylljen e Pashkës dhe ngjitjen e Zotit Krisht në qiej. Si fillim, ta kujtojmë edhe një herë, pse Pashka është temeli i besimit ortodoks? Po, Pashka është temeli i besimit krishterë ortodoks sepse nuk do të kishte kuptim në qoftë se Krishti si njeri do të kryqëzohet, do të varroste dhe do mbetej në varr trupit të tij, sepse Krishti duke u kryqëzuar vullnetarisht mundi tre armiq, që janë armiq të përbetuar të njerëzimit dhe që ne njerëzit vet nuk i mundim dot. Mundi mëkatin, mundi vdekjen, mundi dhe djallin. Të treja këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe përmbushja e kësaj fitore të Krishtit është me ngjalljen e Krishtit, sepse Krishti nuk u ngjall për vete, por ai u ngjall për ne, sepse mori trupin ton njerëzor dhe e ngjalli, domethënë na rikrijoi. Ngjallja e Krishtit është një rikrijim, sepse ne vim nga Adami i parë, pra dhe vim me mëkatin e Adamit, ose më mirë themi me pasojat e mëkatit të Adamit, ashtu si thuhet edhe në librin e Psalmeve, Psalmi 50, në mëkat më lindin nëna ime, prandaj lindim për të vdekur, por erdhi Krishti, Adami i dytë, i cili na rikrijoi në veten e vet dhe na dha atë që quhet pavdekësia ose përjetësia. Prandaj, nëse Krishti nuk do ishte ngjallur, as ne si natyrë njerëzore nuk do ishim ngjallur, dhe si thot Apostulli Pavli, dhe besimi ynë do ishte i kot. Prandaj, ha me pim thoshte se do vdesim në qoftë se Krishti nuk është i gjallë. Por Krishti është i pari i të ngjallurve dhe është ajo çfarë është shpresa jon për ngjalljen e të vdekurve dhe i jep gjithë kuptimin jetës njerëzore. Okej, do të bëj një pyetje, pse qëndroi 40 ditë me dishepujt Krishti pasi u ngjall? Po, sipas traditës, kur Zoti Jezu Krisht u ngjall për së vdekurësh dhe tradita së bashku me shkrimin e shenjtë, ai qëndroi 40 ditë që shfaqej her pas here, jo 40 ditë rresht, por qëndroi 40 ditë në tokë, në kuptimin që shfaqej her pas here tek apostujt për të përforcuar ngjalljen e tij. Shiko, ngjallja e Krishtit nuk është një fenomen njerëzor, është mbi njerëzor, mbi natyror. Dhe ne shikojmë se si apostujt e kishin shumë vështirë për ta pranuar. Në fillim mendonin një fantazm, pastaj Krishti përdori disa mënyra që të tregojë se ishte i gjallë, kërkoi të hante tek ata, lejoi apostull Thomajn ta prekte, por u shfaq dhe disa herë tjera që drekoi bashkë me apostujt në bregun e detit ose liçenit Tiberiadës, dhe kështu u shfaq her pas here tek apostujt e dishepujt dhe më në fund te 500 dishepuj, të cilët u takuan me Krishtin në malin e Galiles. Mali Galiles ishte një mal afër Jeruzalemit. Dhe atje pra Krishti i bekoi ata, i tregoi ngjalljen e tij, disa thonë prap ishin të dyshuar, pra edhe pse kishin ndodhur gjithë, dhe pastaj atje u ngjit me lavdi. Kështu që ai e bëri këtë për të përforcuar ngjalljen e tij, që apostujt kur shkonin dhe të predikonin ngjalljen e Krishtit mos kishin asnjë lloj dyshimi. Dhe numri 40 është numër plotësie. Nuk është një numër rastishëm. Prandaj edhe ne kreshmojmë 40 ditë. Dhe 40 ditë Krishti qëndroi në tokë dhe duke qëndruar në tokë, ai në mënyrë të plot e tregoje ngjalljen e tij, që nuk është më tash një mit, është një realitet që e pan jo 1, 2, 10, po e pan 500, dhe ata pasaj përhapën në të gjithë botën. Kjo është arsyeja pse Krishti qëndroi 40 ditë. Miron, në tokë pra, i ngjallur. Ngjitja e Zotit Krisht në qiej, a e largohet nga njeriu apo afrohet më shumë te njeriu? Po, mbasi Zoti Krisht u ngjit në qiell, ai nuk u ngjit thjesht si perëndi. Ai zbriti nga qiejt si biri dhe fjala, dhe brenda mitrës të shenjtëve gjeshtë zonjës Mari, në elementin e saj gjenetik, nëpërmjet Shpirtit Shenjtë ai mori natyrë njerëzore, trup dhe shpirt njerëzor, dhe lindi si perëndi njeri. Kur u kryqëzua, ai nuk u kryqëzua si perëndi, se si perëndi ai është i pavdekshëm dhe nuk mund të preket nga vuajtja, aq më tepër nga vdekja.
por ai vuajti, pësoi dhe vdiq si njeri dhe këtë bëri vullnetarisht. Jo se vdekja kishte pushtet mbi atë. Por ai e dha vetë jetën. Prandaj dhe qëndrimi i Krishtit në kryq 6 orë ishte një çudi. Nëse mbaj mend kur Pilati pyeti ka vdekur, sepse në kryq duhet të rije 3 ditë në agoni. Pra ai vdiq vullnetarisht për 6 ditë e krijoi botën, si fjala e Perëndis, për 6 orë ai në kryq e rikrijoi botën. Dhe vdiq si njeri dhe trupi i tij u varros, por ai u ngjall në ditën e tretë dhe me këtë trup të lavdëruar tashmë që vdekja nuk ka më pushtet, sepse Krishti shpagoi një herë mirë borxhin e vdekjes, që ishte mëkati, dhe ai e mori natyrën njerëzore përsëri në veten e vet, nuk e la në varr, por e mori trupi njerëzor dhe e hynizoi. Domethënë, trupi i Krishtit tashmë nuk mund të psojë më as vdekje as ndryshim, sepse është i bashkuar përjetësisht me hynin. Domethënë, anigjezohet nga shpirti i Perëndis, nga shpirti i Krishtit, dhe ai është i pavdekshëm dhe është një trup që nuk ka kufiza fizike. Ose si them, për shembull, Krishti hyri nga portat e mbyllura, bëj pa dukshëm. Të gjitha këto janë vetit e një trupi njerëzor, po i hynizuar, i energjizuar nga shpirti i shenjtë. E pranon edhe shkenca që lënda transformohet. Për shembull, një lëndë që është e ngurtë në shpejtësi të madhe kthehet në val. Kështu që e themi këtë fakt shkencor për të kuptuar disi se si trupi i tij psoi këtë ndryshim që është një ndryshim i perëndishëm dhe prandaj kur Krishti u ngjit në qiell, mori dhe trupin e tij dhe trupin e tij të lavdëruar dhe shkoi në më të lartët, kaloi të gjitha rangjet angjëllore dhe ul në fronin e Perëndis. Tani në fronin e Perëndis ai ishte gjithmonë si fjala e Atit, si biri i Atit, por tani ul dhe si njeri. Shikoni se sa lart u çua njeriu në Krishtin. Kaloi krijesat angjëllore dhe ul dhe në fronin e Perëndis u bë i perëndishëm natyra njerëzore në Krishtin. Sepse vetëm njeriu u krijuar me potencialin për të bërë ngjashëm me Zotin. Nuk jemi thjesht vetëm ikona, se dhe angjët janë ikona të Perëndis, por ne jemi ikona për të bërë të ngjashëm me Zotin, që në gjuhën teologjike quhet theosis, hynizim. Kjo u realizua në Krishtin. Adami i parë ishte në një kopësht, në Eden, por ai humbi qëndrimin e tij në kopësht për shkak të mëkatit. Dhe doli nga kopshi i Edenit. Kopshi i Edenit ishte një parajsë bimore. Dhe jo më kot, sepse ishte një parajsë e ndryshueshme. Por tashmë Krishti, si Adami i dytë, e mori natyrën njerëzore dhe e çoi jo më në thjesht në mbretërinë e Perëndis kur i nëngjit, por e bëri të perëndishëm, e uli në fronin e Perëndis. Pra, natyra njerëzore në Krishtin, nëpërmjet ngjitjes së tij, analipse, sepse fjala analips do thotë ngjitje, e bëri njeriu perëndis sipas hirit. Kështu që shikoni sa lart shkoi njeriu. Ne jemi thirrur në Krishtin, sipas vullnetit të Atit, nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë të bëhemi të perëndishëm. Prandaj në ardhin e dytë të Krishtit, natyra njerëzore e shpëtuar në Krishtin do të hynizohet dhe do të jetë më e lartë se angjët. Këtë shikojmë tek Vjegjeresha Zonja Shëmari. Ne këndojmë një tropar asaj, më të nderuar se kerubimet, më të lavdëruar pa krahasim se serafimet. Pra, kerubimet dhe serafimet janë krijesa angjëllore që janë në fronin e Perëndis. Pra, ose Perëndia rri mbi ata. Tashmë njeriu në Krishtin, dhe shikojmë te e tërshenjta që është përfaqësuesja e racës njerëzore, është mbi ato, sepse është perëndizuar, hynizuar. Këtë presim edhe neve në ardhen e dytë të Krishtit. Pra, ai nuk u ngjit thjesht si fjala, po u ngjit si njeri. Dhe ngjitja e Krishtit është për ne tashmë. Që ne njerëzit nuk jemi më krijesa të çfarë doshme, aq më tepër qenie mëkatare, sklever të mëkatit, të djallit vdekjes, por në Krishtin jemi ringjallur, jemi hynizuar dhe jemi perëndizuar. Pra, kjo është, si them, kuptimi i përgjithshëm dhe thelbësor i analipsit ose ngjitjes Zotit në qiell. Okej. Do kalojmë tek mbyllja e Pashkës. Po. Në momentin që mbyllet Pashka, si vjen kjo tek besimtare? Pra, ne të krishterë ortodoks kemi një traditë shumë bukur, që për 40 ditë që nga Pashka deri në
para analipsit, që bie të mërkurën, sepse në ditë e njëjtë është analipsi, gjithmonë kështu bie. Neve përshëndesim një tjetrin me përshëndetjen paskale, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Pse e themi këtë? E themi këtë që për treguar se ngjallja e Krishtit nuk është një realitet historik para 2000 vjetësh, por është një ngjarje që e përjetojmë tani. Do të thënë Krishti është i gjallë, është midis nesh dhe neve e përshëndesim një tjetrin me këtë gëzim. Siç dhe Shën Serafimi Sarovit thoshte gëzimi im Krishti u ngjall. Prandaj për 40 ditë neve duke përshëndetur njëri tjetrin tregojmë që Krishti u ngjall dhe për 40 ditë ai qëndroi me apostujt dhe është dhe me ne. Dhe mbas 40 ditëve ne mbyllim Pashkën. Prandaj të mërkurën bëhet edhe ajo liturgjia paskale, ashtu siç u bë për Pashkë, përsëritet edhe në fund të Pashkës. Dhe që nga ai moment nuk përshëndesim më njëri tjetrin Krishti u ngjall, sepse kaluan 40 ditë që Krishti i gjallë qëndroi tek apostujt. Dhe pastaj përgatitemi për analipsin. Pra, të mërkurën bëhet thash liturgjia paskale, për herë të fundit çukisim vezët e kuqe, është dhe kjo traditë. Dhe pastaj përgatitemi për analipsin. Por me që e mërkura është ditë kreshmore, ne atë ditë, domethënë mbajmë një kreshëm të reduktuar, konsumohet peshk dhe verë, sepse është dhe ditë festive. Pastaj hym tek, si thash, tek mbrëmësorja e analipsit dhe tek liturgjia e analipsit që bëhet të njëjtën në mëngjes. Si ta mbajmë dritën e Pashkës edhe pasi Pashka mbyllet? Pashka nuk mbyllet, Pashka gjithmonë është si themeli i jetës së krishterë, se Pashka do thot kalim. Fjala Pashkë do thot kalim. Kalim nga vdekja në jetë. Dhe kjo është aktuale në çdo çast të jetës sonë, kur jemi me Krishtin. Pra, nuk humbet atmosfera e Pashkës, sepse po të shikosh te kalendari liturgjik i kishës, të gjitha festat vinë rreth ose mbas ditës së Pashkës. Prandaj të gjitha ne na çojnë tek Krishti i ngjallur. Duke djegur ritmin e kishës, ritmin liturgjik të kishës, gjithmonë neve takohemi me Krishtin e ngjallur. Dhe veçanërisht çdo të diel ne përjetojmë gjalljen e Krishtit, sepse çdo e diel është ditë paskale. Sepse ne përjetojmë që Krishti u ngjall ditë të dielën. Dhe dita e dielës është një ditë eskatologjike, dhe quhet dita e 8. Sepse java ka 7 ditë, pra nga e diela shkon tek e shtuna, sepse e diela është ditë e parë e javës, shkon tek e shtuna, por ne fillojmë prapë të dielën që quhet e 8-a, që do thotë është dita që nuk perëndon, ose është dita që përfaqëson ardhen e dytë të Krishtit, ku do jetë një ditë që nuk do ketë më kohë. Pra dita për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe çdo të dielën e përjetojmë këtë, prandaj çdo të dielën e përsërisim gjalljen e Krishtit. Kjo e mban gjallë atë atmosferën e ngjalljes dhe përjetimin e ngjalljes. Po nuk themi Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Nuk themi më, për arsye sepse e themi 40 ditë, sepse Krishti qëndroi 40 ditë i ngjallë tek apostujt, por himnet liturgjike të dielën janë ngjallësore. Okej. Si mund të afrohet një njeri me Zotin Meron kur ai ndihet mëkatar edhe i padinj? Çfarë mësimesh duhet kishim marrë nga kjo periudhë kaq e rëndësishme? Shiko, Krishti tha, unë nuk erdha për drejtët, unë erdha për mëkatarët. Dhe unë nuk kam një ungjillë për të drejtët, kam ungjillë për mëkatarët. Dhe tha dhe atë tjetërën, duke thënë farisejve, hipokrit dhe të smirëzi, më le do hynë publikanët ose taksamblesit dhe prostitutat se sa ju në mbretërinë e qiejve. Dhe kjo u vërtetua, sepse kemi edhe prostituta që vajtën te Krishti dhe kërkuan falje dhe ai fali. Kemi edhe taksambledhës si Zakeu ose si Levi që është Mateu, që u bën dishepuj të Krishtit, pra ata ndryshuan dhe vajtën te Krishti dhe u bën nxënës te Krishti. Kemi farisejnë, të cilët ishin të drejtë në thonjza, pra zbatonin ligjin, por ata e mohun Krishtin dhe komplotuan kundër Krishtit për ta kryqëzuar. Pra, kjo vazhdon. Zoti ka ardhur për mëkatarët dhe parajsa është vendi i mëkatarëve të penduar. Lexova para disa kohësh një shkrim ose disa thënie të një jerondi të shuar të Amerikës.
atë Efremi i Arizonës, thoshte me pak fjalë, ti je një mëkatar, ti je një blasfemos, por nëse ti pendohesh dhe rrëfehesh, Zoti do të fali. Dhe do çuditesh që në parajs do shikosh miliona blasfemues, të cilët janë në parajs, që Zoti ka falur se janë penduar. Kjo është mëshira e Zotit. Prandaj, parajsa është për mëkatarët e penduar, nuk është për mëkatarët që këmbgulin në mëkat. Pra, Zoti nuk na dënon nëse jemi mëkatar. Se ne lindim me mëkat, vim në botë kontaminuar me mëkat. Pra, është e pamundur që ti jesh brenda këtij habitati, dhe aq më tepër të kesh pasojat e mëkatit dhe mos të cënohesh nga mëkati. E vetmja që nuk bëri mëkate personale, që pranon kisha është Tërshenjta Vigjesha zonja Shëmari, që trashëgoi vetëm mëkatin së gjyshor. Kurse gjithë njerëzit e tjerë kishin dhe mëkate personale. Atëherë, Krishti për këtë erdhi, për shlyer mëkatet si personale dhe atë të trashëguar. Dhe çështja është, a e pranojmë Krishtin si shpëtimtar? Dhe nëse ne pranojmë, mëkatet tona nulizohen, sepse Krishti ka paguar me ato, me gjakun e tij në kryq, dhe ne fillojmë një jetë të re. Pagëzimi është vdekje dhe ngjallje në Krishtin. Vdekje në Krishtin për jetën tonë mëkatare, dhe Krishti paguar me gjakun e tij në kryq, dhe fillimi një jetë të re me Krishtin e ngjallur, të mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Kjo është prandaj thot Apostulli Pavli, dhe në Krishtin çdo gjë është krijesë e re. Domethënë fillon një jetë të re. Prandaj mbas pagëzimit, njeriu zërohet nga mëkatet dhe fillon një jetë të re pa mëkate së gjyshor dhe pa mëkate personale. Që kuptohet, ai duhet të ketë kujdes që mos mëkatojë më. Por edhe nëse mëkatoj, thot Shën Johani apostulli ungjillor, kemi një avokat, Krishtin, i cili shlyen jo vetëm mëkatet tona, por edhe të gjithë botës. Që do të thotë, ne kemi edhe një mister tjetër që na shlyen mëkatet. Misteri pendim rrëfimit, që quhet pagëzimi i dytë. Dhe nëpërmjet misterit pendim rrëfimit, atëherë ne na shlyen mëkatet që i bëjmë pas pagëzimit. Përsëri thot atë Efremi i Arizonës, 5 minuta i duhen një njeriu thot, që të falë mëkatet, që të bësh tot një rrëfim të plot, 5 minuta. Por për 5 minuta ti fiton përjetësinë. Dhe për 5 minuta ti humb përjetësinë. Shën Pajisa Gjuriti thoshte, ka shumë në ferr që kanë vrasje ndërgjegje, sepse nuk u penduan dhe vajtën në ferr për mëkatet e tyre, dhe thonë Zotit, të lutem na vetëm 5 minuta të shkojmë në botë, që të pendohemi, rrëfehemi, shpëtojmë, por nuk ka më kohë për ata. Prandaj, brenda kësaj kohe dhe hapësire ku jemi neve, duhet shfrytëzojmë minutat, orët dhe ditët që Zoti na jep, që çfarë? Nuk po themi që të bëjmë të shenjtë në kuptimin që të bëjmë gjëra hiperbolike. Jo, asgjë. Shkalla e parë e shenjtërisë është ndërgjegjëso për mëkatin, pendo për mëkatin, falu ose prano të falet mëkati, o me misterin e pagëzimit, o me misterin e pendim rrëfimit. Tani, më lehtë se kaq nuk mund bëhet. Po çështja është se njerëzit nuk duan. Nuk janë të bindur akoma. Po s'ka që ka momentin e vet. Jo, Zoti e ka bërë më të lehtë, nuk, por çështja është që njerëzit nuk e pranojnë këtë për shkak të egoizmit. Armiku më i madh i njeriu nuk është mëkati, është egoja, uni. Sepse uni nuk të le të pranosh ti në porositë Krishtin si shpëtimtar. Dhe atëherë çfarë bën njeriu? Ose bëhet ateist, thosë se ekziston Zoti, ose nxjerr fera alternativa për të mohuar shpëtimtar që shpëtojnë nga vetvetja. Të gjitha këto janë gabime që vijnë prej egoizmit. Pra, që një njeri ta pranojë Krishtin duhet të jetë i porulur. Të pranojë që ai vetë është i humbur, i pashpëtuar, dhe ai që mund ta bëjë shpëtimin është Krishti, sepse ai është Zot dhe njeri. Miron edhe një pyetje të fundit, vdekja në raport me dhimbjen që ndjen njeriu modern dhe si vepron egoizmi. Vdekja është një gjithsesi dhem. Po patjetër. Vdekja është një mister i frikshëm. I dhimbshëm. Mbani mend që Krishti kur shkoi tek varri i Lazarit, edhe pse dinte që do ta ngjate Lazarin, ai qau. Është e vetmja herë që Krishti qau. Pse qau? Nuk qau me atë lotët e dëshpërimit që kemi ne kur na vdes dikush i afërm.
i familjes ose mik ose diçka tjetër. Ose lotjet që kemi ne përpara misterit të vdekjes. Janë lot dëshpërimi, janë lot pa shpresë. Krishti qau sepse ati erdhi keq si krijuesi për krijesën e vet të dashur që ishte njeriu, dhe fjala ose emri Lazar do thotë mik i Perëndis, pra njeriu është mik i Zotit, dhe është ikona e Zotit që kishte rënë në dekadencën e vdekjes. Dhe që vdekja e kishte shpërbër njeriu dhe e mbante skllav njeriu. Edhe trupin e çonte në dhe shpirtin në had. Për këtë qau Krishti. Domethënë vdekja është një mister i frikshëm, është i trishtueshëm. Por Krishti na dha, si them, e bëri vdekjen një gjumë. Çfarë tha për Lazarin? Lazari po fle. Çfarë themi ne sot kur vdes njeri? Ne të krishterët, nuk them vdiq, ndroj jetë, ose fjeti në Zotin. Si quajmë varrezat sot? Ne të krishterët nuk i quajmë varrezat varre, ne i quajmë qimitier, fjetore për këtë herë. Pra, që do të thotë, vdekja në Krishtin tashmë nuk është më asgjësimi i njeriu. Është një proces që do kalojë njeriu, që mbas vdekjes do kalojmë në procesin e ngjalljes. E tha Krishti, kokra e grurit thot, nëse nuk bie në tokë dhe nuk varroset, nuk mbulohet me dhe ai nuk mund mbi. Kështu edhe ne do kalojmë nga procesi i vdekjes tek ngjallja. Kemi dy ngjallje. E para është ngjallja shpirtërore, vdekja dhe ngjallja në Krishtin, kur pagëzohemi, këtu na ngjallet shpirti. Dhe thot në zbules, lum ata që do marrin pjesë në ngjalljen e parë. Këtu është ngjallja me anë të misterit pagëzimit dhe mirësies. Kemi dhe ngjalljen e dytë, që do vi Krishti për herë të dytë, dhe armikun përfundimtar që Krishti do ta zgjësojë, pavarësisht se e ka dhënë goditjen, është vdekja. Ku vdekja do hiqet nga njerëzit në ardhmën e dytë të Krishtit dhe do shkojë në botën në humbje, bashkë me djallin. Dhe të gjithë do të ngjallen. Por kjo ngjallje do jetë një ngjallje trupore, por ngjallje e ndryshme. Disa do ngjallen për t'u lavdëruar, disa do ngjallen për t'u dënuar. Dhe ata që do ngjallen për t'u dënuar dhe do shkojnë në ferr, kjo quhet vdekja e dytë. Sepse ata do jenë dhe me trupa, po do vuajnë ferrin edhe me shpirt, edhe me trup, sepse njeriu bën të mirën dhe të keqen edhe me shpirt dhe me trup. Shpërblehet për të mirën ose për të keqen edhe shpirti edhe trupi. Kështu që neve e mundim frikën e vdekjes, se kemi frikë nga vdekja, por e mundim me shpresën e ngjalljes. Ngushëllohemi jo vetëm për vete, por edhe për të afërmit tanë me shpresën e ngjalljes. Prandaj ngjallja e Krishtit i dha kuptim jetës njerëzore. Sepse mendo sa e trishtuar është jeta dhe për një njeri që nuk beson, dhe ateist, që ku mendon që gjithçka që ai bën, një ditë do t'i lërë këtu. Dhe ngushëllohet gjoja me kujtimin. Por prapë është kjo të ngushëllohet me lugën zbrazët. Kurse neve ngushëllohemi dhe i jep kuptim gjithë përpjekjeve tona, edhe veprave sublime dhe sakrificave me jetën, sepse presim ngjalljen e të vdekurve. Në qoftë se nuk ka ngjallje të vdekurve, as Krishti nuk u gjall dhe gjithë besimi ynë është i kotë. Prandaj, ngjallja e Krishtit është ngjallja jonë, është shpresa jonë, është kuptimi i jetës sonë. Dhe ne krishterët dim pse jetojmë dhe ne presim ardhen e dytë të Krishtit, dhe për ne kjo nuk është trishtim, është gëzim, dhe përgatitemi për ardhen e dytë të Krishtit që të kalojmë nga vdekja trupore në ngjalljen e përjetshme. Dhe kjo fillon që këtu. Që këtu ne përjetojmë ngjalljen. E jetojmë ngjalljen si shpirtërisht, por dhe trupërisht, dhe si trupërisht. Po, sepse ne shikojmë që Zoti ndroi në jetën tona. Për shembull, në sëmundje vdekje prurse, që shkenca dhe mjekësia thotë që ti do të vdesësh, ne kemi raste kur lutemi te Zoti, Zoti na jep jetë. Që tregojnë që na jep që këtu disa shenja të ngjalljes, por trupi ynë do të kalojë patjetër nga procesi i vdekjes. Edhe fundi që mund të themi në ardhen e dytë të Krishtit, siç thotë apostulli Pavli, do ketë njerëz që do jenë të gjallë fizikisht, por ata që do jenë të gjallë fizikisht duhet të kalojnë nga procesi i vdekjes. Dhe në një të hapur dhe të mbyllur të syrit, thotë, që mund ta përkthejmë në qindrat e sekondës, trupi që kemi ne do vdes dhe do kalojnë në pavdekësi. Kurse ata që janë varë, do t'ju formohet trupi dhe do të paraqiten te Krishti të gjallë, sepse të gjithë do kalojnë nga procesi i vdekjes. Dy profet, Enoku dhe Elia, nuk ka kaluar nga procesi i vdekjes në dhjetën e vjetër. Janë marrë në qiell. Edhe ata do vinë në kohën e Antikrishtit, do luftojnë me Antikrishtin, do të vdesin,
po për 3 ditë do të ngjallem. Prandaj, procesi i vdekjes do jetë për të gjithë. Por, për neve është një proces kalimtar. Është proces që na çon tek jeta e përjetshme. Prandaj neve e kapërcejmë frikën dhe trishtimin e vdekjes. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit juve.